Sa I përket anëtarëve të KQZ-s, do të veproj në përputhje me përgjithësi. Shumë shpejt jam duke analizuar dokumentacionin që kanë sjell partitë politike. Kjo që ka për fol pas shpinës time, merrni me men. Për fol pas shpinës. Albulena Haxhiu. Është anatomia e një uzurpimi. Kjo është fasada e konsensusit, por realiteti I pushtetit është krejt tjetër. Në konferencën e saj për media, udhëheja e presidentes, që sipas zotit Kurti me zi po e mbanë, pritje shumë keq, Albulena Haxhiu pra, u mundua të paraqes një imazh të llogaritur kujdesshëm. Një udhëheqëse që navigon mes takimeve me 11 subjekte politike, duke bërë thirrje për dialog dhe duke u mbrojtur pas alibis se përveç saj nuk ka zgjidhje tjetër për me qëndru në zyrën e presidentes. Pra, veç se të mbaj kjo postin për shmangur vakumin institucional. Albulena Haxhiu, siç mund ta dëgjoni. Së pari kushdo që vlerëson që është shkelur kushtetuta, më falni, me mos thirrjen e seancës konstituive, I lutem që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Kushdo që vlerëson që unë po ushtroj detyrën në kundërshtim me kushtetutën, ka vendime që po I nënshkruaj në vazhdimsi, dekrete, ju lutem që njërin prej tyre ta zgjedhin, ta dërgojnë gjykatën kushtetuese. Sfidon hapur sfidon opozitën. Dhe madje I fton secilin prej tyre që ka dilema t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për gjithasë me të drejtën ose jo të qëndrimit të saj në zyrën e presidentes. Megjithatë, kjo fasad bjen poshtë kur përplaset me realitetin e ftohtë të interesave politike dhe të frymës kushtetuese. Pretendimi, siç mund ta ndëgjoni, nuk mund ta lëm vendin pa president. Nëse nuk e ushtroj unë detyrën e presidentes, atëherë kush e ushtron detyrën e presidentes? Se nuk ka alternativë tjetër. Është një trillim I përshtatshëm politik, të cilin din me bu veç Albulena, Albini, deri dikun edhe Dimal Basha për shembull, ose Xhelal Sfeshla, me si model shumë rrallë, e të tjerë me radhë. Dhe jona është ajo që I mbush me argumente për I mbrapa. Gjithsesi, për të rikthyer tek parimet demokratike, që njohin një lloj zinxhiri qartë dhe të shëndosh të delegimit të përgjegjësive të themi figurat neutrale dhe të pavarura. Siç do të ishte, po supozojmë, kalimi I përkohshëm I detyrës së presidentit tek kryetari ose kryetaria e gjykatës kushtetuese, apo kërkojnë këta të njëjtit kandidat konsensual, për çka do I thirrin partitë opozitare. Por fillimisht këta e kanë zënë pritën tek kuvendi. Nuk po e konstituojnë kuvendin. Për dallim për herës kalume, kur vetë zonja Haxhiu kishte konkuruar. Qëllimisht po them me ironi. Por kishte konkuruar 57 herë, nëse nuk po gaboj. Se në kun shumë hera. Po pse po refuzohet sot kjo rrugë? Për të hequr nga qeniet presidente, nga zonja Haxhiu dhe kalimi sipas këtyre rregullave, të cilat mund të ishin këtu, që e thojnë kjo ardh edhe rregullat kushtetuese. Ani pse atje flitet për kalimin me delegim tek kryetari I kuvendit, por në mungesë të kryetarit të kuvendit, ushtruesja detyrës së presidentes, në kohezion dhe në dakordancë me të gjitha partitë parlamentare, do duhej me dekret me ia delegu kompetencat ushtrimin e detyrës kryetarit të gjykatës kushtetuese, deri në konstituimin e institucioneve të reja. Por, siç e thash, pse po refuzohet kjo rrugë? Përgjigjja gjendet te llogaritë e pushtetit të Albin Kurtit dhe lëvizjet vendosje. Mbajtja e njëkohshme e mandatit të deputetit dhe e frerëve të presidentes nuk është mbrojtje e shtetit. Por është sigurimi I monopolit absolut mbi nënshkrimet presidenciale, dekretimet dhe emrimet kyçe. Pra është një strategji për të blerë kohë në pazaret politike dhe për të ikur çdo filtrit pavarur.
Kur karrige e krahut shtetit shndërrohet në mbrojtje partijake, kushtetuta shkelet hapur për t'i hapur rrugë vullnetit e një grupi vetëm politik. Dhe ja pse duhet presidenti, për ata që arsyetojnë se presidenti është megjithatë pozitë pa pushtet, sepse Albin Kurti edhe shumë kohë nëpërmjet Albin Haxhit do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës brenda jashtë. Do të garantojë funksionimin kushtetues sipas kutit të tij. Shpall zgjedhje sa herë ti dëshiron qefi. Por mbi gjitha nxjerr dekrete. E dini ju që dhjetra, qindra dekrete në shkruan zotëri Zonja, presidente, kësaj në këtë rast Zonja Haxhiu. A din çfarë pushteti fshehet pas aty në dekreteve? Shpall ligje, edhe pse s'ka shka me shpall tash, se nuk ka as kuvend. Gjithsesi, shpall ligje të miratuar me kuvendin e Kosovës, pse edhe mund të mjek mbrapa. Ka të drejtën me rikthy 2 herë. Gjithsesi, në këtë vakumin e 2 herave mund të bëj presion që çfarë dëshëm. Por në të njëjtën kohë nënshkruan edhe marrëveshje ndërkombëtare. Edhe mundën me zgjedh kanalet se cilat marrëveshje i nënshkruan se cilat jo. Propozon amendamente për këtë kushtetutë, të cilin po e shkelin ditë e natë. Pse nuk propozojnë amendamente që kalvari, kronologjia e pozitave të cilat do të mundeshin me ushtru detyrën e presidentit deri në një president fuqiplot, siç imi në këtë rast. Por ju nuk e kondenon, se dëshirojnë më shumë kontrollin se sa demokracinë mbi institucionet. Pra mund të referoj çështje kushtetuese në gjykatën kushtetuese, gjë që nuk po e bën tani ku është nevoja. Udhëheq politikën e jashtme. Udhëheq. Nuk po thotë që shkon mas ministrit jashtë, po udhëheq. Pranon letra kredenciale të shefave të misioneve diplomatike të akredituar në Republikën e Kosovës. Është komandant suprem i ushtrisë tonë. Cakton mandatarin për formimin e qeverisë. Që s'ka e rëndësishëm. Emran dhe shkarkon kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës. Që s'ka e rëndësishëm ore? Pozita e presidentit, se s'po ka dëshim me majt Albin Haxhiu. Emran po ashtu dhe shkarkon gjyqtarët e Republikës së Kosovës. Emran dhe shkarkon, se besoj që shkarkon, këtë kryeprokurorin e shtetit. Emran e shkarkon secilin prokuror të Republikës së Kosovës. Edhe emran gjyqtar në atë gjykatën, të cilën po pandehin mujshin me i dërguar nja 2 edhe me ju mbi vendos gjykatës kushtetuese. Po kuptohet që emran komandantën e FSK-s. Por, bashkë me zotrin Kurti, nëse jam rrin politikisht me arë dhe një kryeministër, emran kryeshefin, drejtorin, kryeinspektorin e OKI-s. Ky s'është pushtet, a? Shpall gjendjen e jashtëzakonshme, more. Mund të kërkoj mbledhje të Këshillit të Sigurisë të Kosovës. Dhe mund të shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Vendos a me formu ose a mes me formu misione diplomatike, me hap ambasada. Bashkë me kryeministrin, këtë i kanë thënë. Emran, çfarë më dash të shkarkon kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe emran tjetri. Emran guvernatorin e Bankës Qendrore, aty ku janë parat. Edhe drejtor menaxhues të gjitha dikasterëve brenda Bankës Qendrore. Edhe anëtar të bordit, se ka t'i harrova. Edhe mund me dhon medalje për këta shpionat të cilët i takon. Edhe shpall falje individuale. Mund të liru ata që i kanë imu në zgjedhje për me fitu. Pra, nuk guxojnë, nuk duhet me toleru na si shoqëni me na hedh hisyve sur këta nga mbrojnë demokracinë. Se në fakt, këta janë të mbrojtë vetëm karrierën e vet, pushtetin e vet, mbi çdo instancë, mbi çdo pore të kësaj jete. Duke e shkatruar ekzistencën e shtetit kuptimin juridik. Kështu që Albolin ushtru edhe ne ditë, ushtru.